kam thënë arsye pse jam vërtet krenar që kam një emision me ty personalisht, them ty se të kam shok, po natyrisht duhet drejtohem me ju, sepse je një qytetar i vërtet. Pra, shumë raste ne kemi pas kontradita, por ajo çfarë unë ja kam thënë dhe të tjerëve, në lidhje me ty dhe pse vërtet, domethënë kam jo vetëm respekt, po edhe një farë dashurie miqësore, është se ti e ke këtë karakteristikë. Pra, pavarësisht se si është kriju opinioni jot në një X moment, në bazë të informacioneve që ke marrë në atë moment, gjatë një diskutimi ne kemi bërë re për shkakun që ka thënë, është kështu. Pra kur vijnë informacione të reja nga diku, nuk e ke frikën që duhet ketë një intelektual, një njeri që ta ndryshoj këndvështrimin e tij. Se ndryshe bësh pyk. Amarido, jam i parimit që ka thënë Montanelli, mendim ka thënë nuk ndryshojnë vetëm mumjat dhe idiotët.